Të drejtën, unë nuk është se disa prej tyre nuk është se I shikoja si konkurrent përballë vetes time. Por ishte dita, 3 ditët më të vështira që kam kaluar në Big Brother VIP Albania 4. Që mbrëmjen që ishim bashkë me Laertin që do zgjidhim nga 2 mundësitë që na u dha nga vllai I madh, që ishte një super surprizë. Që nuk do ta harroj kur. Po ti në fakt nuk e kishe menduar që ndoshta në një nga prajmet mund të ndaheshit? Jo, për të ndarë ne donin të ndaheshim sepse unë nuk kisha nevojë të kisha një mbështetje një lojtar. Besoj që ju na keni ndjekur dhe unë nuk kam pasur asnjëherë nevojë të kisha një alat apo të kisha dikë që më mbronte sepse vetëm me zërin tim brillant ja dilje. Mund t'ja dilja që të mbrohesha. Po, nga ana tjetër doja që të ndaheshim, mund të isha një lojtare e vetme, Laerti të ishte një lojtar I vetëm, dhe të vazhdonim rrugtimin ton, sepse nuk e di se ç'pati Gjesi. Që ju vuri bashkë. Po, na vuri bashkë, na bëri 2-1. Tha po bëj një të mirë, a ku diun t'i bashkoj këta të dy që më duken larg apo se ç'hall kishte ai, dhe ja ku jemi sot.